Debati nuk fillon me britm. Fillon me një heshtje të rëndë, me shikime që thonë më shumë se fjalët. Alba dhe Hygerta janë përballë njëra tjetrës dhe ajri duket sikur digjet. Të dyja e dinë që kjo përballje do të shkatërrojë gjithçka. Hygerta e thyen e para heshtjen, me një ton të ftohtë, therrës, sa herë të shoh, më vjen neveri. Je shembulli më i keq i një femre që ka humbur çdo kufi. Ti nuk ke turp, nuk ke frena, nuk ke asgjë. Alba ngrim për një sekond, pastaj buzëqesh me përçmim, flet ti për turp? Ti që je e vdekur nga brenda. Ti që je kot në shtëpi, kot në jetë, kot si njeri. Nuk bën asgjë, nuk ke asnjë vlerë. Hygerta afrohet. Zëri i saj bëhet më i fortë, unë të paktën nuk jam e përdal. Nuk kam kaluar nga njëri tek tjetri sikur të isha sen. Ti ke kaluar mbi 100 meshkuj dhe del këtu e bën moral. Je turp për çdo femër. Alba shpërthen, ti je thjesht xheloze. Xheloze sepse unë kam jetuar, ndërsa ti ke zgjedhur të kalbesh në vend. Rri kot gjithë ditën dhe gjykon jetët e të tjerëve sepse nuk ke asgjë për të treguar nga e jotja. Jetë e quan ti ata? Ulërin Hygerta, të shesësh veten në ambiente që i quan VIP? Të bësh sikur je dikushi, ndërsa të gjithë të njohin për llafe dhe skandale? Ke rënë aq poshtë sa nuk e dallon më dinitetin. Alba i afrohet edhe më shumë. Ti se një dinitetin sepse nuk ke pasur kur guxim. Je frikacake. Je rritur me frikë dhe ke jetuar me frikë. Prandaj sulmon këdo që nuk është si ti. Hygerta qesh me përbuzje. Guxim nuk është të humbasësh veten. Guxim është të mos bëhesh leckë. Ti ke zgjedhur rrugën më të lehtë dhe tani e quan liri. Alba tun kokën, ti je një grua e hidhur. Një grua që nuk ka arritur asgjë dhe ushqehet me dështimin e vet duke gjykuar të tjerët. Je bosh, Hygerta. Bosh dhe e keqe. Zëri i Hygertës dridhet nga nervat, jam bosh? Unë kam respekt për veten. Nuk më përmend askush me turp. Emri im nuk është i lidhur me thashe theme. Ndërsa ti je tem bisede. Sepse kam jetuar, ja kthen Alba me zë të lartë, ti nuk ke jetuar asnjë ditë. Vetëm ke ekzistuar. Një hije në shtëpinë tënde, një hije në jetën e të tjerëve. Debati përshkallëzohet. Fjalët bëhen më të rënda, më të ulta, ti je shembull se si një femër nuk duhet të jetë. Bërtet Hygerta, dhe ti je shembull se si hipokrizia vishet si moral. Ja kthen Alba, Hygerta godet fort, ti ke humbur çdo vlerë. Trupi yt është bërë mall. Mendja jote është justifikim. Shpirti yt është bosh. Alba i përgjigjet pa u dridhur, ti nuk ke as trup, as mendje, as shpirt. Je një njeri i friksuar që fshihet pas fjalës moral, sepse nuk ka asgjë tjetër. Zërat ngrihen, fyerjet shtohen, kufit zhduken, je turp. Je hiç. Je e dështuar. Je e kalbur. Në fund, pas gjithë asaj zhurme, vjen një heshtje e rëndë. Asnjëra nuk buzëqesh. Asnjëra nuk ndihet fituese. Hygerta thot ftohtë, unë nuk do të doja kur të isha si ti. Alba e shikon drejt në sy dhe i përgjigjet, dhe unë falenderoj çdo ditë që nuk jam si ti, heshtje. Debati ka mbaruar, por plagët kanë mbetur.